jemi të lira, jemi me drejta. Ajo më tutje tregoi që janë bërë rreth 15 vite që është pjesë e skenës. E për në Zoom spulon disa detaje interesante që i kujton me nostalgji. Kanë qenë në për skena të vogla, si dita shkollës, diçka festa komunale, mirë po për dasma, live performanca, do me thonë kam fillu që 15 vite. Do me thonë kam grupin tim orkestrën komplet, që tash e shumë vite, do me thonë e ushtrojmë këtë profesion, edhe nëse i kisha mendu, që unë kam u kanë këtu, kam me pas komplet sezonën e rezervume, kam me pas orkestrën tem, nashta që nuk e kisha besu, nëse i shkon më pas pyet në fillim, se ka qenë një sfid koqe e madhe, sidomos si që the edhe ti, ka shumë këngëtar, ka shumë talenta, ka shumë konkurencë edhe ka qenë shumë e vështirë, sidomos pa pas krah prej dikuj. Me qenë se u përmend pjesa mbështetjes, ajo me emocione të shumta përlotët kur e falenderon publikisht profesorin tashmë të ndjer, Ibrahim Hamiti. Unë e kom pas mbështetjen prej profesorit të ndjer. Ibrahim Hamiti ka qenë, do me thënë, shtysa kryesore që sartë flasë për to, më bën mundi me emocione, më falë. Jo, është normale. Çka kujton ndoshta? Po, ai ka bo shumë, edhe ai është, do me thënë, kryesori që unë sot jam këtu ku jam, me mbështetjen e tij, me këshillat që mi ka dhënë, do me thënë, hapat e parë në muzikë, unë i kom marrë prej tij. Përveç familjes, kuptohet, ai ka dhënë shumë për shkollën tonë, edhe për talenta, nuk jam vetëm unë që jam këngëtare prej tij. Ai është profesori që i ka nxjerrë këngëtare Shyrete Belulin, Remzi Osmanin, Motrat Mustafa, e shumë bilbilat e Mushtishtit, do me thonë, ai ka bë këngëtare. Se i shkon gjatë, çfarë kishe pasur? Unë kom pas pak mundësin, mja tregu suksesin që arrita, po shumë pak. Kisha dash vetëm i thonë faleminderit, që pa kushte, do me thonë më kam mbështet. Këngëtarja Morina ka qëndruar larg skandaleve dhe përflitjeve të shumta në mediat roz, sa ka qenë sfiduese për të që të bëjë karrierë pa u degraduar. Prej që kam fillu, do me thonë muzikë, kanë tregu që muzika është një industri e rënë, e vështirë, po për femna menojshin që kish mujt me qenë lehtë për shkak të skandaleve ose përfshirjes në situata të ndryshme. Mirë po, unë kam zgjedhë mas pari me qenë njëri, me qenë familjare, e pastaj këngëtare e tjera. Në momentin që kam vendosur mu marrë me këtë profesion, unë e kam dashur si profesion edhe si punë për me pas në të ardhmen. Po ashtu kam vendos disa kriteret që nuk i shkeli për asnjë sen në botë. Edhe kjo më ka bë mu me pas punë, me pas sukses, po edhe mos me pas ndonjë problem me dikon. Artistja pohën faktin që privatësia është e shenjtë dhe se puna duhet të flas vetë, e që për këtë duhet krijuar një bazë, e pastaj ta presësh e ta shijosh famën dhe suksesin. Të flasim tani për raportet e saj me kolegët e estradës. Ajo thekson që me secilin mundohet të jetë shumë transparente. Por çka mendon Dafina për yjet e TikTok që famën po e marrin vetëm përmes rrjeteve sociale? Është e dëmshme muj me thonë për komplet shoqërinë që gjonat që nuk janë kualitative dhe në interes për diçka të mirë, marrin atë shumë vëmendje. Mirë po unë mendoj që në bazë të popullatës, do me thonë qysh jemi ne si njerëz, si kulturë, si popull, qashtu edhe kemi mu zhvillu, qashtu kemi me shiku e tjera. Nëse populli i gjirë, i pëlqen ato video, atëherë kush jam unë me gjyku që është keq ose mirë. Nuk kom pas kësi konflikte me kërkon, edhe mendoj që s'ka me pas, sepse nuk mendoj që nuk është asnjë gjon këtë jetë e spontane, si me thonë, asnjë gjon botë nuk vjen rastisht. Mendoj që çdo kujt i ndodh diçka për një arsye.
Pika fort kryesore është që atmosfera nuk mungon asnjë dasëm, jo te i njofshmi, jo te ai, jo te ky, ne e bojmë atmosferë, domethënë njihemi për atmosferë. Pikë e fortë jona tjetër është që na çdo këngë e këndojmë live. Domethënë performanca jonë është 100% live, nuk ka manipulime apo diçka tjetër. Edhe pika tjetër e jam e fortë është orkestra, domethënë jemi një grup që janë 5 instrumentista, përveç me edhe një këngëtari tjetër që e marr për ndihmës. Domethënë kam kitarist, kam bumjar, kam 2 sintasha, kam saksofonist, domethënë laramania e instrumentistave edhe harmonia që kemi në mes vete na dallon si grup. Atë ngacmuan pak edhe për çmimin e një dasme, por dhe për bakshishin më të madh që ka pranuar ndonjëherë. Nuk bazona në bakshish drejt, po tregoj absolutisht nuk më ndikon fare. Mu m'intereson dasmori që më kaftu mu ka një kënaqën, edhe në pagesën që ja ko marr ati, mu mjafton domethënë për komplet me mbulu çato çka e kum planifiku për grupin edhe për veten. Bakshishja është dhurat prej çse cilit sado që ka mundësi jep. Kemi marr, ka pas raste që kemi marr shumë, ka pas raste që s'kemi marr hiç. Varet, domethënë edhe varet prej zonave ku shkon. Po, jo, unë njëjtë jam, edhe grupi jemi njëjtë, normalisht që bakshishi është kur normalisht që të stimulon si automatikisht i madhon një dhurat mu më bën mu një shumë mirë po nuk na ndikon në performancë. Performanca është e njëjtë, ne kemi shku me performu për çiftin e ri dhe për dasmort, nuk e ndrojmë repertoarin për shkak të bakshish.